Rusia kreu një sulm tjetër të zgjatur me dron ndaj Ukrainës në orët e para të së martës 10 qershor, duke vrarë një person dhe duke dëmtuar zona të tëra të Kievit, si dhe duke goditur një maternitet në portin jugor të Odesës, kanë bërtëditur zyrtarët rajonal. Sulmet e 10 qershorit pasuan sulmin më të madh me dron të Rusisë ndaj Ukrainës të hënën në 9 qershor, pjesë e operacioneve të intensifikuara që Moska i quajti masa akmarrëse për sulmet e fundit të paturpshme të Kievit në Rusi. Të paktën 4 persona ushtruan në spital në Kiev si pasojë e sulmeve që zgjatën disa orë dhe goditën 7 nga 10 lagjet e qytetit, kanë bërtëditur autoritetet. Sipas të dhënave ushtarake, alarmet për sulme ajrore në Kiev dhe shumicën e rajoneve ukrainase zgjatën 5 orë deri rreth orës 5 të mëngjesit. Sulmi shkaktoi zjarre në lagje banimi dhe jo banimi, si dhe në zona të hapura, thanë zyrtarët e qytetit. Dëshmitarët u shprehën për Reuters se dëgjuan dhe pan shpërthime të panumërta të forta që shkundën qytetin dhe ndriçuan qiellin gjatë natës. Пропеллер набирается. Një ndërtesë zyrash në qendër të Kievit, e cila para luftës funksiononte si një qendër aplikimi për viza për në Mbretërinë e Bashkuar, u dëmtua rënd gjatë sulmit. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia kishte sulmuar me 315 dronë të gjithë vendin, nga të cilët 277 u rrëzuan. Të 7 raketat e lëshuara nga Rusia u rrëzuan gjithashtu. Njoftuan më tej forcat ajrore të Ukrainës. Një 57 vjeçar banues në Kiev shprehet për panikun që përjetuan atë ditë. Другої ночі тривога. І пішли шахеди. Në orën 2 të mëngjesit, sirena e sulmit ajror u dëgjua dhe dronët filluan të vinin një nga një, pati shumë goditje, njëri kishte goditur sakt direkt në apartament. Ну, бачите, квартири нема. Даже. Siç mund ta shihni, apartamenti është zhdukur. Вот такі в нас сусіди. Собаки. Вот у нас тут генератор зарядный. Kryetari i Bashkisë së Odesës foli rreth sulmit në maternitet, duke theksuar dëmet në ndërtesë. На жаль, цієї ночі Fatkeqësisht sonte pati shumë dëme. Materniteti ynë u dëmtua, i njohur për të gjithë banorët e Odesas.
Për fat të mirë askush nuk u lëndua, të gjithë ishin strehuar.